do të një mozaik. As do të mund ta zëm nëse ka diskutim mirëfilli për temën e presidentit, as do të mundet të bashkohej rreth 1 ose 2 apo 3 propozime vetë PDK, LDK, AK. Ndëgjore, ne kemi parë mandatin e kaluar. Subjekte të ndara, po në një situatë të tilla do të ishte e favorshme për këto subjekte që t'i thonin partisë së parë këta janë 3 emra për të cilët ata do të votojnë. Ndëgjore, ne kemi parë në mandatin e kaluar, do të thotë sinjali politik dhe publik është dërguar ashtu. Unë nuk i di tash kalkulimet personale dhe grupore të zotit Hamza e të zotit Abdigjiku, por mandatin e kaluar vullnet më të madh kemi parë nga 2 subjektet kryesore opozitare për të bashkëbiseduar me partinë fituese të zgjedhjeve së sa të trija së bashku, sepse edhe LDK-ja edhe PDK-ja ishin pajtuar që ta shpërfillnin rolin politik të zotit Haradinaj. Dhe t'i përgjigjeshin shijes politike të Albin Kurtit, që vetëm me ju dyja mund të negocioj për këtë temë dhe ju me zotin Haradinaj. Dhe në këtë drejtim unë jam i bindur që do të tentoj ta ndjek në të njëjtën skemë të përçarjes opozitare Kurti. Dhe tash, sepse njëri prej sukseseve, njëri prej arsyeve suksesit tij elektoral është pikërisht edhe mungesa e unitetit opozitar. Ato kishte veprim i mençur, po them, i PDK-s, i LDK-s dhe AK-s, që të trijave së bashku, që arrinin konsensus këto fillimisht rreth 2 apo 3 emra ose rreth 1 emri për temën e presidentit. Dhe me atë emër, këto 3 subjekte të operojnë në këtë proces politik, duke krijuar që t'jeti pa negociueshëm. Që t'jeti pa negociueshëm. Nuk ka diskutim, do thotë mirë, po do ta kenë shumë të vështirë. Do thotë edhe këto subjekte, sepse secila prej tyre është duke e kalkuluar pozitën e presidentit për vete. Aleanca po e mbron pikpamjen që të nominohet zoti Haradinaj. Partia Demokratike e Kosovës disa herë nëse nuk ka dhënë emra, disa herë ka bërë qartë që çdo aranzhman për këtë temë pozita e presidentit duhet të mirët në konsiderat kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës. LDK tashmë e ka dhe kandidatin zyrtar. Nëse pastaj Lutfi Aziri duli tha mund të jemi edhe unë dhe Lumir Abdigjiku si kandidat. Në këtë drejtim e shoh pamundën këtë lloj solucioni, ndonse do të ishte kjo rrethon e dur politike, pra po thamë po ne po analizojmë parametrat se si funksionojnë subjektet politike. Në rrethona normale, ato duhet absolutisht do duhet shtegu i krizës. Mirë, po që secila duhet ta tekalonin vetveten dhe të kërkojnë ndonjë emër përbashkues, ndonjë emër me kredibilitet. Kosova ka atë, nuk dëshirohet përmendje emra, nuk është e ndershme të thuhet që Kosova nuk mund ta prodhej asnjë personalitet të denjë për pozitë të presidentit, të cilët me ndershmëri dhe përgjegjësi plot kushtetuese dhe ligjore do t'i ushtronin detyrat. Njëri nga këtyre i branshit tuaj, profesor, që unë po e përmendi, i branshit tuaj, meqense përmendë që Kosova ka personalitete të denja që mund ta qeverisin Kosovën nga ky pozicion shtetëror, siç është profesor doktor Muhamedin Kullashi. Është figurë ekspozuar që militon njëri absolutisht është një figurë do të me kredibilitet të rëndësishëm politik dhe publik akademik. Dhe në këtë drejtim do të mbase subjektet opozitare nëse ta ndërmerrnin hapin, që të arrinin deri tek ky lloj emër te njëri prej tyre. Ambasadori i Kosovës në vitet e pavarësisë. Edhe sfondi i tij, karriera e tij do thotë janë të dëshirueshme për që ta kemi një president të kësaj natyre. Dhe në këtë drejtim absolutisht nëse subjektet opozitare do ta tekalonin vetveten, gjë që për mua ndoket shumë e vështirë kjo, ndoket vetëm një herë ka ndodhur kur mirë, po tjetër ishte ndikimi i faktorëve ndërkombëtar kur e tekaloi krizën politike. Vetëm një herë ka ndodhur që në atë kohë PDK-ja, LDK-ja dhe Aleanca Kosova e Re do thotë që ta tekalonin vetveten pas instruksioneve të ambasadës amerikane ta zgjedhin një president grua që nuk vinte nga sfondi partijak. Mirë, po në rrethonat aktuale nuk po e shoh të mundur që edhe subjektet opozitare kanë vullnet për të ardhur deri tek një emër i tillë konsensual. Ndonse do të ishte një fitore për ta përfunduar, nëse ndërmarrin këtë veprim taktik, do të ishte një fitore goxha serioze
taktike e tyre dhe do ta sfidonin për muri lëvizjen vetëvendosje nga se do të ekspozojë brutalisht mos interesimi i saj për krijim të institucioneve dhe shpërfillja e saj ndaj do të tregonin dhe vullnetin e një mend politik. Dhe shpërfillja e saj ndaj atyre personaliteteve që mirëfilli do t'i bënin nder mirë funksionimit të pozitës së presidentit si njëra prej institucioneve kryesore të shtetit. Ka solli dy pyetjet e fundit do doja më shkurt. Nëse nuk kemi takuar kohë gjatë. Dhe nesër do të flasim, prandaj e shkputa dialogun të veçantë dhe zotimet që u përmend Sorensen si Prishtinë si Beogradi, por kjo temë tjetër. Nesër do ta diskutojmë këtë. Do doja funksion të kësaj perspektive të sotme, të zëm politike, të rikthejmë momentet kur komuniteti ndërkombëtar, përkatësisht ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe shefat e UNMIK-ut ishin garant të qeverisjes së Kosovës. Në këtë zonë ku jemi, edhe në rrethonat e paslutës, si zoti Thaçi, si zoti Rogova, presidenti ndjer, nuk kishin në ditët më të mira të dashurisë tyre, për kompromis, por për stabilitetin politik të Kosovës, kontributor i madh ka qenë Washingtoni, SBA nëpërmjet zyrës tonë. Dhe ata e braktisën këtë nevojë jetike për stabilitet, me qëse Kosova është shtet. Dhe vetë SBA ishin në thumë të kritika, po nga partia e Kurtit se kjo ambasadë po modelonte një vullnet politik për te disponimi dhe votave që kishin dhënë qytetarët, duke e akuzuar vazhdimisht. Dhe kur shohim tash një distancim të komunitetit ndërkombëtar, përkatësisht edhe të Kujndit edhe gjithë këtyre, shohim që kriza nuk na hiqet fare nga mendja ka solli. A ishte i dobishëm ky demonizim i miqve tanë ndërkombëtar. Çka flet një rrëfim historik për Kosovën e djeshme, nëse mund ta them, kur e kemi parasysh këtë krizë që 2 vite. Nuk arrin të gjejnë një kompromis, një formulë më elementare për t'i dhënë vendit institucionet që nuk. Përdori terma më ekstrem këtë mirë, po është marrëzi, do thotë që të demonizohen ata faktorë që kanë qenë vendimtar në gjithë historinë moderne të shtetit të Kosovës, sepse ne nuk jemi Kinë, dhe Kina ka nevojë për aleat, ne po i shohim edhe vende kogja serioze të konsolidume se si janë të etur për aleat. Madje mos harro për të na inkuraju, që e ngarkuara me punë ambasadës amerikane. Thotë jemi të lumtur që Kosova është njëri prej vendeve me aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Thotë edhe SBA do thotë ndjen një lloj satisfaksioni e kënaqësie që një vend i vogël si Kosova me 1,5 milion banor është në anën e tyre, gjithë se çfarë nevoje kanë SBA për Kosovën në planin global, kështu të themi. Në këtë drejtim do të vesh për ta metaforikisht e pata do të tezën tuaj që ai demonizimi i faktorëve ndërkombëtar do thotë na ka prunë në këtë situatë. Nuk dëshiron të jetoj me ndjenjen komunitetit ndërkombëtar që ata po modelojnë vullnet politik, po cenojnë demokracinë për te atij vullneti që japin qytetarët në kutit votimit. Absolutisht. Dhe bëjnë vetë zgjidhjet. Bëjni vetë. E shohim këtë zgjidhje, dëshmoj aftësi tuaj për kompromis e konsenzus dhe shohim që 2 vite ka solli që ky kompromis e konsenzus nuk duket në horizont. Tash për Shtetet e Bashkuara të Amerikës procesi i ndërtimit të Kosovës është i përfunduar. Ndikimi që ka qenë një fazë tjetër deri tek përmbyllja e pavarësisë mbikëqyrë dhe me atë epilog do të ka marrë fund sa i përket roli tutor një farë mënyrë kështu për zhvillimet e brendshme politike. Ata tashmë tema për cilat janë të interesuara janë çështje të cilat besoj do t'i diskutojmë nesër se do të implikohen çështjet e partneritetit ekonomik, që është një çështje që po na shoqëron këtu ditë dhe çështje strategjike të dialogut, dhe që prekin dimensionin e sigurisë rajonale. Dimensionin e sigurisë rajonale. Dhe kam thënë edhe për SBA-t dhe për tjerë, një shtet kur nuk është problem për aq kohë sa veprimet e tij nuk kërcënojnë stabilitetin rajonal. Pavarësisht natyrës së brendshme të funksionimit të tij. Do thotë, momentin kur do thotë sjelljet e atij shteti fillojnë të shihen me dyshim, do thotë sa i përket implikimeve rajonale që mund të prodhojë
Atëherë mund përfshihen për të menaxhuar dhe për të mos e leju për të eskalu. Në këtë drejtim do thotë sa i përket dinamikave të brendshme ne kemi parë të heshtër gjithnjë më të heshtër. Në prapaskenë mund të ketë diskutime mirë, por sa i përket ekspozimit publik janë gjithnjë më pak të heshtër mbase për ta transmetuar edhe mesazhin politik deshtet që të jemi më pasiv, ja ku i keni frytet tash të... Nuk na deshtet në tavolinë, urnani bëni zgjidhjen. Ja ku i keni frytet politike dhe është përgjegjësi e qytetarëve të Kosovës, do të siç e tha dje edhe një analist i njohur, do thotë Eduard Joseph, jam i bindur që disponon kjo lloj pikpamje dominon edhe në establishmentin politik amerikan. Po flasni për figura që kanë lidhje të drejtë për drejtë me disponibilitet me Kongres e me Senat. Po ndëgjoj, ata transmetojnë atë mesazh. Siç e tha, është në fundit tha është e drejtë e qytetarëve të Kosovës. Ti ndëshkojnë apo ti vlerësojnë ta lider politik që po e mbajnë peng vendin. Nuk mundën shëbata do ta transmetojnë mesazhin si një lloj shteti i cili mund t'i dhunojnë parimet e brendshme demokratike për të krijuar si zgjidhje që sipas ju konvenon atyre. Siç ka marrë fund kjo. Është përfshirë vetëm në ato rrethona të rëndësishme etike politike të Kosovës kur kishte Kosovë nevoja të çonte mesazhin para komunitetit ndërkombëtar se është një shtet serioz, stabil, i parashikueshëm që mban fjalën dhe që nuk cënon zotimet që kishte dhënë dhe në bisedimet e Vjenës e në çdo proces tjetër. Absolutisht. Dhe ky model i interverimit, unë kam thënë vetëm situata ekstreme me përfundimin e luftës ftohtë, sepse është e vërtetë shëbat po e zon shpesh në Amerikën Latine kanë rrëzuar pushtetet që kanë pas mbështetje popullore, po ka qenë tjetër rrethon. Ato janë shndruar në trampolin gjeopolitike të Bashkimit Sovjetik, gjë që nuk kanë mundur ta lejojnë. Në momentin kur ka përfunduar, do thotë kur ka marrë fund, do thotë ky cikël politik, shëbat absolutisht janë përkujdesur që vetëm sjelljet e aktorëve politik mos po ndihet nevoja që dikush nga shëbat jetë në tavolinë atë në takim me liderët. Dëgjoj, unë besoj që, kjo do të ishte e mirë, për unë besoj që... Jam një gazetar që prej vitit 2000 dhe kam raportuar dhe situatat kritike midis aktorëve politikos dhe prezenca e SHBA-s gjithmonë ka krijuar klim bashkëpunimi midis liderëve. Për vetëvendosjen e Kurtit, kjo klim bashkëpunimi mund të quhet dhe të xherllëk, mund të quhet allizhvereshe, mund të quhet çka të doj, por Kosovës i kanë dhënë institucionet, qëndrueshmëri, stabilitet, kanë çuar mesazhin që me Kosovën mund të punoj komunitetin ndërkombëtar. Dhe janë partner i besueshëm politik. Në këtë drejtim unë jam i bindur që interferim punoj sot komunitet ndërkombëtar. Po s'ka institucione, nuk kemi institucione, nga zgjedhjet në zgjedhje po shkojmë. Me kë mund të punoj dhe për çka mund të punoj. Po nga zgjedhjet në zgjedhje po shkojmë. Institucione nuk kemi. Më shumë institucionet janë jo funksionale se sa funksionale. Nuk është e rastishme që po deri 100 milion euro vetëm nga Bashkimi Evropian Kosova do t'i humbë sa i përket rrezikon të mos i arkëtoj po. Planit të rritjes ekonomike. Gjitha këto janë pasojë pse ti nuk ke institucione. SHBA-t nuk punojnë me individ veçantë këtu. Nuk ka marrëdhënie kontraktuale. Dëgjoj, nuk është marrëdhënie kontraktuale. Me shtetin kanë marrëdhënie ndërshtetërore. Dhe në këtë drejtim për shteti është jo funksional sa i përket këty në mundësive për ti në parashikueshmëri, kërkojnë qeveri stabile. Aranzhmone ndërkombëtare. Këtë drejtim sot nuk ka kush merr vendimet e kësaj natyre, sepse vendimet e kësaj natyre kërkojnë institucione, nuk është vullnet i një individi. Sotit falenderoj për kohën, nesër do të diskutojmë për dialogun, temen ku hëngri kokat nëse mund ta them figurativisht të disa qeverive. Do t'i hanë edhe të tjerave.